tjetër. Por festat janë të bukura, festimet e fund vitit, le të themi njerëzit humbasin në të, por çfarë mësimi shpirtëror përcjell Krishtlindja që mund të humb pikërisht në këto ditë festimesh, nëse mund ta përkufizojmë shkurt? E marrim një shenjë të vogël, edhe domethënëse, por që shpesh herë ndoshta i japim një interpretim të gabuar. Përkufizimi i Krishtlindjes është dhurata, pasi Zoti na dhuron birin e vet. Dhe shenjat që ne kemi, pema, Betlehemi, dritat, janë dhurata e Zotit që vendoset ke kjo pemë, që është pikërisht pema e jetës, ku buron jeta e re në Zotin. Atëherë, shumë familje çfarë bëjnë? Me të drejtë, e veshin këtë pemën me dhuratat të ndryshme, kutijat për këtë, sepse Zoti na është dhuruar ne i dhurojmë të tjerëve. Kush është rreziku në këtë kohë? Rreziku është që ndoshta të fokusohemi tepër tek dhurata, po jo tek destinuesi i dhuratës. Atëherë ne para gjithashtu jemi të thirrur të bëjmë dhuratë, dhe jo thjesht në një farë mënyrë të lajmë duart sepse unë të kujtova ty. Ne sot, edhe fëmijët tanë veçanërisht sot, kanë nevojë jo më për dhurata, por për prani. Sot, baballarët në nënat me të drejtë, duke dashur me mbështet familjen, me pagu shpenzimet, shpeshherë bëjnë edhe dy punë. Atëherë në këtë edhe neve, si përgjegjës të një realiteti publik, social, shpirtëror, kemi nxitjen që të rekuperojmë sa më shumë mbështetjen ndaj familjes, ku mos privojmë një baba vetëm për arsyeën e punës nga të qenit me fëmijën, me gruan e vet. Mos privojmë njerëzit nga njëri tjetri. Pra dhurata, mendoj që sot duhet të transformohet në atë që jemi ne për njëri tjetrin.